Apeli shpall nesër vendimin për Erion Veliajin. Gjykata e posaçme apelit shtyu për nesër vendimin për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Kryebashkiaku i Tiranës ka kërkuar mas më të lehtë të sigurisë arrest me burg me argumentimin se nuk ka rrezik për prishje provash apo largim nga vendi. Seanca nisi që dje, por u shty për arsye të paraqitjes së provave të reja nga SPAK për Veliajin. Veliaj u arrestua më 10 shkurt, i akuzuar për 2 vepra penale, ato të korrupsionit pasiv në 9 raste dhe pastrim parash. 2 ditë më vonë u verifikua masa e arrestit me burg ndaj tij në GKK, ndërkohë që për bashkëshorten e tij Ajo Laxoxa u caktua masa e detyrim paraqitje dhe ndalimi i daljes jashtë vendit.